Gjyshja Merisa buzëqeshi ndërsa shikonte vajzat që punonin së bashku në oborin e vogël të shtëpisë. Danela kaloi gjithë pasditen duke mësuar si të bënte sapun, duke u argëtuar më shumë se në çdo qendër tregtare ku kishte qenë ndonjëherë. Duart i ishin mbuluar me shkumë aromatike dhe ajo qeshte pa u përmbajtur, si dikush që po zbulonte një kënaqësi të thjeshtë që nuk e kishte njohur më parë. Pse askush nuk më mësoi kur këto gjëra, pyeti ajo e habitur. Sepse gjithmonë kishe njerëz që t'i bënin për ty, u përgjigj Merisa me qetësi, duke parë edhe Kamilën që punonte për krah saj. Por është mirë të dish t'i bësh vetë. Sigurisht, shtoi ajo. Pavarësia është një nga gjërat më të vlefshme që mund të ketë njeriu. Pavarësi? Si, pyeti Danela. Të dish se mund t'ia dalësh vetëm nëse një ditë është e nevojshme. Danela nuk kishte menduar kur për këtë. Ajo ishte rritur duke besuar se gjithmonë do të kishte dikë për ta ndihmuar, për t'i zgjidhur problemet dhe për ta mbrojtur nga gjërat e vështira. Po sikur një ditë të mbetem pa para, pyeti ajo pa pritur, e shqetësuar. Atëherë përdor gjithçka që ke mësuar, tha Kamila me një qetësi që nuk i përkiste moshës së saj, dhe zbulon se ke më shumë forcë se sa imagjinon. Ke frikë të bëhesh e pasur, e pyeti Danela. Kam frikë të bëhem budallaqe, u përgjigj vajza. Si kështu? I pasur i budalla varfërohet shpejt. I varfri i mençur gjithmonë ka një mundësi të përmirësojë jetën. Fjalët e saj e lanë Danielën pa përgjigje. Një vajzë 8 vjeçare fliste për jetën sikur kishte kaluar shumë stuj. Gjatë asaj kohe, Dritani e ndante jetën mes kompanisë që po riorganizohej dhe familjes së re që kishte ndërtuar pa e planifikuar. Merisa ishte bërë për të si një nën, gjithmonë me këshilla të drejtpërdrejta që e bënin të mendonte për zgjedhjet e tij. Je i lumtur tani? E pyeti ajo një ditë ndërsa punonin në kopsht. Më i lumtur se kur, tha ai sinqerisht. Problemet ekzistojnë ende, por tani di si t'i përballoj. Cili është ndryshimi? Tani kam njerëz që kujdesen për mua për atë që jam, jo për atë që kam. Ai ndaloi për një moment. Edhe Danela po mëson të njëjtën gjë. Po zbulon se mund të dashurohet për atë që është. Kur përmendi Patrikën, ai heshti. Ajo bëri zgjedhjet e saj, tha ai më në fund. Nuk mund ta ndryshoj këtë. Por mund të sigurohem që vajza ime të mësoj të bëj zgjedhje më të mira. Një vit pasi Kamila e kishte gjetur Dritanin në vend grumbullim, familjet u mblodhen për të festuar. Obori i Merisës ishte kthyer në një kopsht të gjelbër plot domate, lule dhe aromë dheu të lagur. Danela kishte ndryshuar shumë. Ajo ende jetonte me nënën e saj, Patrikën, por pjesën më të madhe të kohës së lirë e kalonte në periferi duke ndihmuar në kopsht dhe duke studiuar me Kamilën. Babi, tha ajo gjatë darkës, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht, a pendohesh që humbe kujtesën atë ditë? Dritani pa rreth tryezës. Merisa me mençurinë e saj të qetë. Kamila me guximin e saj të jashtëzakonshëm. Danela që po bëhej një njeri më i mirë çdo ditë. As edhe pak, tha ai. Humbja e kujtesës më ndihmoi të kujtoj çfarë ka vërtet rëndësi. Çfarë ka rëndësi? Pyeti Kamila. Familja. Dashuria e vërtetë. Dhe fakti që gjithmonë mund të zgjedhim kush duam të jemi. Edhe kur gjithçka shkon keq, pyeti Danela. Sidomos atëherë. Merisa ngriti gotën e lëngut. Një dolli, tha ajo duke buzëqeshur. Për vend grumbullimin. Të gjithë qeshën, sepse aty u njoh familja jon. Ata ngritën gotat dhe për herë të parë në jetën e tij, Dritani ndjeu se ishte vërtet i pasur. Por jeta nuk ndalet kurrë. Disa muaj më vonë Kamila bëri një kërkesë që i habiti të gjithë. Dua të studioj në një shkollë më të mirë. Pse? Pyeti Merisa. Sepse shkolla këtu është e mirë, por dua të mësoj më shumë. Shkencë. Matematikë të avancuar. Gjuhë të huaja. Dua të zgjedh vetë të ardhmen time. Shkollat e mira kushtojnë shumë, tha gjyshja me shqetësim. Unë paguaj, tha Dritani menjëherë. Jo, tha Kamila me vendosmëri. Dua ta fitoj bursën vetë. Muajt që pasuan ajo studioi me një përkushtim që i la të gjithë pa fjalë. Danela e ndihmonte çdo mbrëmje dhe Dritani e çonte në intervista shkollash. Provimi u zhvillua në një nga shkollat më të mira private të qytetit. Je nervoze? E pyeti ai. Pak, tha ajo. Por është guximi i dikujt që është gati të tregojë çfarë di.
2 javë më vonë erdhi përgjigjja. Kamila kishte fituar bursë të plotë. Merisa qau më shumë se ajo vetë. Jam krenare për ty, tha duke e përqafuar. Ke frikë se do të bëhem dikush tjetër, pyeti vajza. Kam frikë se do të më harrosh. Nuk do të harroj kur këtë shtëpi. Në shkollën e re, disa fëmijë komentuan rrobat e saj të thjeshta. Rrobat e mia janë të thjeshta sepse shpenzoj parat për libra, tha ajo qetësisht. Ata heshtën. Një ditë ajo i tha Dritanit, ata ankohen për gjëra që për mua janë ëndra. Si? Një vajzë qante sepse nuk shkoi në Paris. Një tjetër sepse telefoni i saj nuk ishte modeli i fundit. Dhe si ndihesh? Më vjen keq për ta. Nuk dim të jenë mirë njohës. Pak muaj më vonë ajo mori një ftesë për një festë në një vilë shumë luksoze. Jam nervoze, pranoi ajo. Nuk duhet të pretendosh të jesh dikush tjetër, tha Danela. Vetëm dije disa rregulla. Merisa i hekurosi rrobat. Nuk ka rëndësi çmimi, tha ajo. Ka rëndësi të jesh e pastër dhe e sigurt. Në festë Kamila kuptoi se shumë prej fëmijëve kishin gjithçka materiale, por pak liri. Është si një burg i bukur, i tha më vonë Dritanit. Jeta vazhdoi të ndryshonte. 2 vite më vonë Patrika u shfaq në shtëpinë e Merisës me probleme financiare. Ajo kërkoi ndihmë. Mëso të jetosh me më pak, tha Merisa. Dritani pranoi ta ndihmonte me kushte. Pas një heshtjeje të gjatë, Patrika tha, dua ndihmë. Ajo shiti luksin, gjeti punë dhe mësoi të jetonte ndryshe. Ishte e vështirë. Por gradualisht zbuloi krenarin e pavarësisë. Mami buzëqesh më shumë tani, i tha Danela Kamilës. Sepse po zbulon veten. 3 vite më vonë familja festoi ditëlindjen e 15 të Danelës. Dua të bëhem mjeke, tha Kamila gjatë darkës. Pse, pyeti Dritani. Që njerëzit si gjyshja Merisa të mos vuajnë kur sëmuren. Do të jetë e vështirë, tha Danela. Gjërat e mira gjithmonë janë të vështira. Patrika u afrua. Nëse të duhet ndihmë për provimet, do të ndihmoj. Merisa i vështroi të gjithë me krenari. Kur erdhe këtu i humbur, i tha ajo Dritanit më vonë, mendova se do të ishe problem. Dhe isha. Po. Por ishe një problem që solli zgjidhje. Ai pa familjen që qeshte në obor. Dhe kuptoi se bekimet shpesh vijnë të fshehura brenda vështirësive. Vitet kaluan. Kamila përfundoi shkollën me rezultatet më të mira. Danela studioi punë sociale. Patrika rindërtoi jetën e saj. Dritani ndërtoi shtëpi për njerëzit në nevojë. Një ditë ai e pyeti Kamilën, a pendohesh për një jetë të vështirë? Jeta ime nuk është e vështirë, tha ajo duke buzëqeshur. Jeta ime është e pasur. E pasur si? E pasur me përvoja. Me njerëz që dua. Me mësime. Ai buzëqeshi. Sepse më në fund e kuptoi. Ai nuk ishte më milioner. Por ishte më i pasur se kur më parë. E pasur me mësime të nxjerra. Edhe pa pasur para. Parat mund t'i fitosh në çdo moment. Përvoja dhe dashuria fitohen vetëm me kohën. Dhe a mendon se do të mund të fitosh para? Po, por jo për të pasur para, por për të ndihmuar më shumë njerëz. Si kështu? Kur të diplomohem si mjeke, do të hap një klinik këtu në komunitet që njerëzit të mos kenë nevojë të ecin me orë të tëra për të marrë kujdes mjekësor. Edhe nëse nuk sjell shumë para, do të jetë mjaftueshëm për të jetuar mirë. Të jetosh mirë nuk do të thotë të kesh shumë para. Të jetosh mirë është të zgjohesh çdo ditë duke ditur se po bën ndryshim në jetën e dikujt. Në ditën e diplomimit të gjimnazit të Kamila, e gjithë familja ishte e pranishme. Merseda, tashmë 77 vjeçe, qau nga emocionet kur pa mbesën e zemrës të merrte çmimin si nxënësja më e mirë e klasës. Fjalim, bërtitën shokët e klasës kur Kamila u thirr në skenë. Ajo mori mikrofonin dhe shikoi publikun. Sytë e saj gjetën familjen në mes të turmës. Kur isha e vogël, filloi ajo, gjyshja ime më mësoi se nuk ka rëndësi ku lindim, por ku zgjedhim të arrijmë. Publiku mbeti në heshtje. Unë linda në një komunitet të varfër. Prindërit më braktisën. Mund të kisha zgjedhur të isha viktime e rrethanave, por gjyshja ime më mësoi të jem zotëruesja e fatit tim. Merseda qante në mes të turmës.
Një ditë, kur isha 8 vjeçe, gjeta një burr të humbur në vend grumbullimin e mbeturinave pranë shtëpisë sonë. Gjyshja tha se ta ndihmoja mund të ishte e rrezikshme, por gjithashtu tha se ta lija aty do të ishte gabim. Danela buzëqeshi duke kujtuar ditën kur njohu Kamilën. Ai burr u bë babai im i zemrës. Vajza e tij u bë motra ime me zgjedhje. Ish gruaja e tij u bë tezja ime nga respekti. Dhe të gjithë më mësuan se familja nuk është gjak, është dashuri. Publiku ishte plotësisht i heshtur. Tani do të studioj mjekësi në UNAM. Do të diplomohem. Do të kthehem këtu dhe do të kujdesem për komunitetin tim, sepse këtu mësova mësimet më të rëndësishme të jetës. Cilat mësime? Bërtiti dikush, se bujaria shumë fishohet, se guximi ndërtohet dhe se dashuria e vërtet nuk mbaron kurrë, vetëm rritet. Publiku shpërtheu në duar trokitje. Merseda nuk pushonte së qari. Dego kishte sytë e përlotur. Danela bërtiste nga krenaria. Pas ceremonisë, ndërsa ktheheshin në shtëpi, Merseda i mori dorën Kamilës. Jam krenare për ty, bia ime. Faleminderit gjyshe për gjithçka. Jo, unë të falenderoj. Ti dhe kuptim jetës sime. Si kështu? Të rrita për botën dhe ti po ja kthen botës gjithçka që more. Nuk ka gjë më të bukur se kjo. Atë natë, të mbledhur në oborin e shtëpisë që ishte bërë qendra e gjithçkaje, Dego shikoi përreth dhe bëri bilancin e jetës së tij. 10 vjet më parë ai ishte një burr i pasur, por bosh, i martuar, por i vetmuar, baba, por i munguar, i suksesshëm në biznes, por një dështim si njeri. Tani kishte më pak para, por më shumë pasuri. Kishte një familje të zgjedhur, por shumë të bashkuar. Kishte një punë më të vogël, por më kuptimplot. Për çfarë po mendon? Pyeti Merseda duke u ulur pranë tij. Për mënyrën e çuditshme si funksionon jeta. Humba gjithçka që mendoja se ishte e rëndësishme për të zbuluar atë që ishte vërtet e rëndësishme. Dhe çfarë zbulove? Se rëndësinë u japim ne gjërave. Ato nuk e kanë vetë. Dhe çfarë është e rëndësishme për ty tani? Ti, kjo familje e çmendur që krijuam, kjo shtëpi, kjo jetë e thjeshtë dhe e plotë. Edhe pse nuk jam milioner, jam i pasur, Merseda. Cili është ndryshimi? Milioneri ka shumë para. Njeriu i pasur ka gjithçka që i duhet për të qenë i lumtur. Merseda buzëqeshi. Atëherë të gjithë jemi të pasur këtu. Po, jemi. Ai foli për secilin prej tyre. Patricia mësoi se mund të ishte e lumtur me më pak, të ishte e dashur dhe të ndërtonte jetën me duart e veta. Danela mësoi se paraja është mjet, jo qëllim, privilegji sjell përgjegjësi dhe dashuria e vërtet nuk blihet. Kamila dukej sikur kishte lindur duke i ditur të gjitha këto, vetëm kishte nevojë për një mundësi për ta provuar. Po ti çfarë mësove? Pyeti Merseda. Se familja është ajo që mbetet kur gjithçka shembet. Lumturia nuk blihet dhe ndonjëherë duhet të humbasim gjithçka për të gjetur atë që kërkonim. Në atë moment Kamila u shfaq me një tabaka kafeje për të gjithë. Ata qeshën duke folur për familjen e tyre. Nuk jemi të çuditshëm, tha ajo. Jemi të veçantë. Sepse kemi zgjedhur njëri tjetrin çdo ditë. Danela dhe Patricia u bashkuan në bisedë. Të gjithë ranë dakord se njerëzit nuk janë aq të ndryshëm sa duken, rrethanat janë ato që ndryshojnë. Në thelb të gjithë kërkojnë të njëjtat gjëra, dashuri, siguri, qëllim dhe një vend ku të përkasin. Një yll që bie kaloi në qiell. Bëni një dëshirë, tha Danela. Të gjithë mbyllën sytë. Që familja jonë të mbetet gjithmonë e bashkuar, tha Merseda. Që të jeni gjithmonë të lumtur, tha Dego. Që të mund të kthej gjithçka që mora, tha Patricia. Që ëndrat e Kamilës të realizohen, tha Danela. Po ti, Kamila? Kërkova që më shumë familje të gjejnë atë që gjetëm ne. Çfarë gjetëm? Njëri tjetrin. Vitet kaluan. Kamila u diplomua si mjeke dhe hapi klinikën në komunitet. Danela u specializua në punë sociale. Patricia hapi dyqanin e saj dhe u bë sipërmarrëse e suksesshme. Dego zgjeroi projektet e banesave sociale. Merseda jetoi deri në 85 vjeç, mjaftueshëm për t'i parë të gjithë të lumtur. Në ditën e funeralit të saj erdhën njerëz nga të gjitha shtresat. Gjyshja Merseda preku shumë jetë, tha Kamila. Ajo na mësoi se bujaria është ngjitse, se familja ndërtohet me zgjedhje dhe se pasuria e vërtet matet me marrëdhënie, jo me para.
Pas funeralit gjetën letra që ajo kishte lënë për secilin. Në çdo letër kishte falënderime, këshilla dhe dashuri. Ajo i kujtonte Kamilës të vazhdonte të ndihmonte njerëzit, Danelës të përdorte privilegjin për të bërë mirë, Patricia se njerëzit mund të ndryshojnë dhe Degos se suksesi matet nga ndryshimi që sjellim në jetët e të tjerëve. Ata u përqafuan në heshtje, duke qarë humbjen e saj, por edhe duke festuar gjithçka që kishte ndërtuar. Çfarë do të bëjmë tani? Pyeti Danela. Do të vazhdojmë të jemi familje, tha Kamila. Kjo ishte dëshira e saj. Ata vendosën të mblidheshin çdo muaj në shtëpinë e saj, të kujdeseshin për kopshtin dhe të ndanin jetën bashkë. Muaj më vonë, Kamila njoftoi se kishte një ordik. Aleksandër ishte mjek si ajo, i thjeshtë dhe i respektueshëm. Familja e testoi me pyetje gjatë gjithë darkës, por ai u përgjigj me sinqeritet dhe tregoi se e kuptonte rëndësinë e familjes për Kamilën. 2 vjet më vonë ata u martuan në kishën e komunitetit. Ceremonia ishte e thjeshtë, por plot emocione. Patricia, Danela dhe Dego e shoqëruan Kamilën drejt altarit, si simbol që e gjithë familja po e dorëzonte. Një vit më vonë ata njoftuan se prisnin një fëmijë. Lindi një vajzë dhe e quajtën Merseda. Ajo u rrit e rrethuar nga histori dashurie dhe zgjedhjesh. Kur vizitorët e pyesnin pse familja e saj ishte ndryshe, ajo përgjigjej me seriozitetin e një fëmije 5 vjeçar, sepse ata duhen shumë dhe kujdesen për njëri tjetrin. Edhe kur është e vështirë. Gjaku nuk ka rëndësi. Zemra ka. Fun. Një vajzë e varfër gjen një milioner të shtrirë në një vend grumbullim të braktisur mbeturinash dhe jeta e saj ndryshon përgjithmonë. Kamila Ramirezi merrte frymë me vështirësi ndërsa kontrollonte copat e fundit të metalit që kishte mbledhur për t'i shitur atë pasdite. Vajza 8 vjeçare e dinte se duhej të gjente diçka me vlerë para se të erësohej, sepse gjyshja e saj, Merisa Ramirezi, nuk ndihej mirë përsëri dhe në shtëpi nuk kishin para as për ilaçet e tensionit të lartë që ajo kishte aq shumë nevojë. Era mbante erën e rënd të mbeturinave dhe tymit të largët, por Kamila ishte mësuar me këtë. Për të, ai vend ishte një mundësi mbijetese. Pa pritur, këmbët e saj zbathur u penguan në diçka të butë mes rënojave. Ajo u përkul për të parë më mirë dhe u ngrirë në vend. Një burr ishte shtrirë aty. Ai mbante një kostum të errët, të grisur e të ndotur nga balta, por edhe në atë gjendje dukej qartë se rrobat e tij kishin qenë të shtrenjta. Fytyra ishte mbuluar me pluhur dhe gjak të tharë, por gjoksi i lëvizte ngadalë. Ai po merrte frymë. Në kyçin e dorës së tij shkëlqente një orë ari. Zotëri, pëshpëriti ajo me kujdes, duke e prekur lehtë në shpatull. Zotëri, a jeni mirë? Burri rënkoi lehtë, por nuk hapi sytë. Kamila hodhi një vështrim përreth vendgrumbullimit të braktisur. Zona ndodhej në periferi të kolonia Nesës, në lindje të qytetit dhe pasditeve pothuajse askush nuk guxonte të afrohej aty. Zemra i rrite fort. Ajo e dinte se duhej të kërkonte ndihmë, por po aq mirë e dinte se nëse njerëzit e lagjes e gjenin burrin, do t'i merrnin çdo gjë me vlerë. Ajo nuk mund ta lejonte këtë. Kamila mori një shishe uji që kishte gjetur më herët dhe ngriti me kujdes kokën e burrit. Ja lag buzët e thata. Pas disa çastesh, ai hapi syt ngadalë. Ishin të çelët, pothuajse të gjelbër, dhe për një moment ajo u ndje në siklet. Ku jam? Zëri i tij doli i ngjirur. Në vendgrumbullimin në fund të rrugës së dashurisë, tha ajo me zë të ulët. Jeni plagosur. Ai u përpoq të ngrihej, por dhimbja e detyroi të kapte kokën. Nuk mbaj mend asgjë, murmuriti. Si përfundova këtu? Nuk e di, tha Kamila sinqerisht. Ju gjeta pak më parë. Si quhem? Ai heshti gjatë, sikur kërkonte përgjigjen në një vend të errët të mendjes së tij. Nuk e di. Kamila ndjeu një therje në kraharor. Jo nga mëshira, por nga njohja e asaj ndjenje. Edhe ajo e dinte çfarë do të thoshte të mos dije ku të shkoje apo kujt t'i përkisje. Duhet të largoheni para se të erësohet, tha ajo duke e ndihmuar të mbështetej mbi një copë betoni. Këtu bëhet e rrezikshme natën. A nuk po largohesh? Pyeti ai. Ajo hezitoi. Nuk i pëlqente të shpjegonte jetën e saj para të huajve, por sytë e hutuar të burrit e bënin të ndihej e sigurt. Kërkoi gjëra për t'i shitur. Metal, plastik, gjyshja ime është e sëmur. Ai e vështroi gjatë. Sa vjeç je? 8. Por di të kujdesem për veten. Kur ai provoi të ecte, këmbët ju drodhen.
Mendoj se nuk mund të shkoj larg kështu, pranoi ai. Kamila pa qiellin që po e rësoi. Nëse doni, mund të vini me mua, tha ajo më në fund. Gjyshja ime nuk do të jetë shumë e lumtur, por nuk mund t'ju lë këtu. Shtëpia e tyre ishte e vogël, e ndërtuar me dru dhe llamarina, në fund të një rrugice pa dalje. Megjithatë ishte e pastër dhe e rregull. Në obor rritej një kopsht i vogël që Merisa e kujdesej me dashuri. Gjyshe Merisa, thiri Kamila para se të hynte. Solla dik që ka nevojë për ndihmë. Gruaja 68 vjeçare doli në derë. Sytë e saj të lodhur kaluan nga mbesa tek burri i panjohur. Kamila, çfarë ke bërë tani? E gjeta në vend grumbullim. Nuk mban mend as emrin. Merisa e studioi gjatë burrin. Ora në dorën e tij dukej më e shtrenjtë se gjithçka që kishin pasur ndonjëherë. Djalë, tha ajo me dyshim. Si quhesh? Nuk e di. Ajo kryqëzoi krahët. Njerëz të pasur nuk përfundojnë në plera rastësisht. Megjithatë, zemra e butë e Kamilës fitoi. Burri që vendosi të quhej përkohësisht Dego, derisa të kujtonte emrin e tij të vërtet, qëndroi atë natë. Ditët kaluan dhe ai filloi të ndihmonte në kopsht dhe në mbledhjen e materialeve për riciklim. Duart e tij u mbushën me kallo dhe për herë të parë ndjeu kënaqësi duke parë diçka të rritej nën kujdesin e tij. Një ditë, ndërsa ndanin metalet, ai e pyeti, Kamila, pse më ndihmove? Ajo luajti me një degë të thatë. Prindërit e mi u zhdukën kur isha 5 vjeç. Nëse dikush do t'i kishte ndihmuar kur kishin nevojë, ndoshta do të ishin ende këtu. Fjalët e saj i thyen diçka brenda. Pak ditë më vonë, 3 burra me kostume u shfaqën pranë vendgrumbullimit duke kërkuar dikë. Ata mbanin një fotografi dhe ofronin shpërblim. Dego u zbe. Ai ishte i sigurt se kërkonin atë. Në shtëpi, Merisa u rrëzua pa pritur nga një marramendje e fortë. Ata e quan me urgjencë në spital. Kamila dridhej ndërsa priste lajmet. Mjeku tha se zemra e saj kishte probleme serioze dhe duheshin analiza të shpejta. Dego pa orën në dorë. E vetmja gjë që kishte nga e kaluara. Ai e shiti atë për të paguar trajtimin. Kur burrat me kostume trokitën më në fund në derën e kasolles, gjithçka ndryshoi. Po kërkojmë Diego Salazarin, than ata. Emri goditi si rrufe. Kujtimet u kthyen menjëherë. Ai ishte Diego Salazari, pronari një kompanie të madhe ndërtimi. Gruaja e tij, Patricia, dhe partneri i tij Roberti e kishin tradhtuar. Ata e kishin droguar gjatë një takimi biznesi dhe e kishin lënë të vdiste. Ai refuzoi të kthehej menjëherë. Duhej të mendonte. Kur Kamila mësoi se ai do të largohej për të përballur të kaluarën, ajo u përpoq të mos qante. Do të kthehesh? Pyeti. Premtoj, tha ai. Dhe herën tjetër do të sjell vajzën time. Ai u kthye në shtëpinë e tij luksoze në Polanco. Vajza e tij, Danela, e përqafoi duke qarë. Për herë të parë ai kuptoi sa shumë kishte humbur duke ndjekur vetëm punën. Ai përballoi Patrician dhe Robertin, zbuloi mashtrimet financiare dhe nisi divorcin. Roberti u arrestua për përvetësim fondesh. Por ndryshimi më i madh ndodhi tek Danela. Kur ajo vizitoi Kamilën dhe Merisën, pa një botë tjetër. Një shtëpi të vogël, por plot dashuri. Një vajzë që nuk kishte lodra të shtrenjta, por kishte guxim dhe mençuri. Ti nuk do të jesh e pasur? E pyeti Danela një ditë. Dua të mos kem nevojë për asgjë, tha Kamila. Kjo është ndryshe nga të jesh e pasur. Ato filluan të mësonin nga njëra tjetra. Danela i mësonte anglisht dhe përdorimin e kompjuterit. Kamila i mësonte si të mbilte, si të kursente dhe si të mos shpërdoronte. E di që mund të bësh sapun me vaj të përdorur? Pyeti Kamila një pasdite. Seriozisht? U habi Danela. Po. Gjyshe Merisa më mësoi. Kur nuk ke shumë para, mëson të përdorësh gjithçka. Mësimet u kthyen në miqësi. Diego ndau kohën mes dy botëve. Ai riktheu kompaninë, por investoi në lagjen e varfër pa e bërë kurrë si bamirësi. Ai krijoi vende pune, kurse trajnimi dhe një qendër të vogël mësimi. Ndihma nuk është të japësh gjëra, i tha ai vajzës së tij. Është të ndash mundësi. Kamila filloi të ëndërronte për universitetin. Merisa mori trajtimin që i shpëtoi jetën. Danela mësoi të mos gjykonte njerëzit nga rrobat.
Dhe Diego kuptoi diçka që nuk e kishte kuptuar në gjithë vitet e pasurisë së tij. Familja nuk ishte vetëm gjaku. Familja ishte ajo që qëndronte pranë kur gjithçka tjetër shembej.